E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet që po ndodhin dhe tensionet në fakt që janë krijuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Jam duke e ndjekur, po e ndjek gradualisht. Po shoh që Rogerti e ka marrë me shumë vrull këtë punën e fitores. Do me thënë Rogerti dëshiron që ta fiton. Çfarë bëri produksioni? Me mënyrën se si e çoi Rogertin drejt finales, Rogerti thjesht u bind që duke qenë agresiv brenda shtëpisë, duke qenë njeri i egër brenda shtëpisë dhe duke qenë njeri me një gjuhë të tmerrshme brenda shtëpisë, ti mund të arrish të marrësh atë që ti do dhe ti mund të arrish të japësh atë që ti do. Unë këtë mendoj që Rogerti do me thënë e ndërtoi në kokën e tij. Fillimisht njëherë, mua nuk më duket e drejtë qasja e Rogertit vazhdueshëm me Mateon. Por pse Rogerti e ka këtë mlefin dhe urrëtitjen e madhe tek Mateo? Sepse Rogerti thellë brenda vetes së tij, ai ka një bindje të madhe që Mateo ka një suport të jashtëzakonshëm jashtë, që Mateon e duan jashtë, që Mateon e mbështesin jashtë, që Mateon e duartrukasin jashtë dhe për ta zhbë këtë, për ta nxjerrë Mateon nga vetja, për ta bërë që Mateo të gabon, për ta bërë që Mateo të bën veprime të pamenduara mirë, që publiku ta shikon me një sy tjetër dhe ta marrin inat, Rogerti është duke e bërë këtë gjë. Por ka edhe një gjë tjetër këtu, që unë e mendoj, domethënë gjatë kohës kur po komentoj, unë them që Rogerti e ka qef, banorët që bëjnë diskutime Rogerti i do, sepse për Rogertin Big Brotheri është të diskutosh, është të denigrosh, është të ofendosh, është të poshtërsosh. Dhe kjo është loja që Rogerti në fakt e ka ndërtuar brenda kësaj shtëpie. Sa është e bukur kjo, normalisht nuk është e bukur, por e shoh që me Mateon lufton. Tani Rogertit ju prishën planet. Rogerti nuk e kishte në interes për të nxjerrur Brikenën. Rogerti e kishte në interes për të nxjerrur Mateon, por nga që ra kokë më kokë me Brikenën në finale, Rogerti s'diti ç'bën dhe u ndje krenar. Po nuk më duket e drejtë dhe nuk më duket njerëzore që ti gjatë gjithë kohës ti thuash një djalit brenda në shtëpi, unë ty ta nxora gruan jashtë. Tani Mateo nuk është duke i fol për gruan dhe Rogerti kur thot mos më prekni në familjen, nuk duhet të prekën edhe tjetrin në familje. Do me thënë, e shoh që Rogerti ka një lloj frike dhe ka krijuar një lloj tensioni brenda vetes, do me thënë ka krijuar një lloj inati brenda vetes që unë duhet të jem njeriu më i pist këtu brenda, loja ime duhet të jetë më e pist këtu brenda dhe unë duhet të luftoj në formë më të pist këtu brenda për të arritur që të marr vëmendjen dhe për të arritur që të marr fitoren. Tani unë në asnjë mënyrë nuk dua që të fiton një kulturë e tillë. Unë e kam thënë gjithmonë, Rogerti po të ishte djali mrekullueshëm, domethënë të tregonte vlerën e tij, Rogerti do të ishte fituesi i këtij Big Brotherit. Por të përdorësh gjuhën më të keqe dhe të arrish drejt fitores, mua nuk më duket e drejtë. Por e shoh që sot gjatë gjithë ditës, domethënë ka luftuar dhe diskutuar me Mateon.